Për t'i dhënë lamtumirën kolonel Babalis, në omazhe pranë trupit të pajetë të tij morën pjesë një numër i madh i qytetarëve, përfshi bashkëluftëtar, deputet, antar të subjekteve të ndryshme politike, zyrtar komunal jo vetëm të Gjakovës, miq dhe bashkëpunëtor të tij të ngushtë. Pas transformimit të ushtrisë qeveritare në trupat të mbrojtjes së Kosovës, Avdullahu u emërua komandant i brigadës 332 të TMK-s. Për shkak të përkushtimit të tij maksimal, u avancua në zëvendës komandant të zonës së tretë të trupave të mbrojtjes së Kosovës. Është një ndjenjë jashtëzakonisht dhëmshme sot. Abdullah Babalia ka qenë një komandant i mirë brigade gjatë luftës, ndërsa kuën e pas luftës ka dhënë një kontribut jashtëzakonshëm edhe për ndërtimin e brigadës 332 Gjakova në Gjakovë, më pastaj për 7 vite me radhë ka punu për zhvillimin e trupave mbrojtëse të Kosovës në nivel zonës tretë të TMK-s. Komandant Babalia do të kujtohet për jetë si një patriot dhe mik i sinqert për të gjithë ata që e njohin. Sot fatkeqësisht ishte momenti i fundit që u ndam nga jeta nga Abdullah Babalia. Kemi përjetuar shumë thellë. Lavdi i qoftë të lamtumira fundit për atë. Në jetën civile, Avdullahu shërbeu për disa vite si drejtori ndërmarrjes publike komunale Qabrati. Aftësitë e tij të komunikimit dhe afërsia e tij bën një udhëheqës të dashur dhe të respektuar për të gjithë. Lajmi për vdekjen e tij na ka rëndit gjithë kolektivin tonë, për shkak se kemi punuar një periudhë të jetës me të afër 3 vjet dhe jemi tepër shumë të ndihshëm dhe emocionues për shkak se kjo ka qenë një humbje shumë e madhe për qytetin e Gjakovës, posaçërisht për kolektivin ton, për kontributin që ka dhënë. I falenderojmë shumë qoftë për jetë kujtimin ndaj tij. Kolonel Avdullah Babalia la pas vetes bashkëshorten albanën dhe fëmijët Aulonën, Etnikun dhe Olsen.